Hemorragji, Unë që ka presë prej zotit Kraki është si fitus... Da, du t'i marrë përgjësit Kraki. Se që do të qeverisë dhe që ka... Edhe pa folë konkretisht për rastet, mund të flasim për funksionimin parimisht sistemit. Po pse po folë për kaluarën ai, për hemorragji... Reorganizimi... Kur s'ka qenë këtë, pse po folë? Ta përfundoj një reorganizimi i shtetit nisë prej gjanave shumë thjeshta bazike. Për shembull, ministrin ku ka qenë zoti, më duket ka qenë ministrin për jashtme më herët, njerëzit nuk kanë pas as dosje, së dit as kush është kushi. Ku? Me PJ. Së është e vërtet, kjo është gënjeshtër zoti Kraki. Njerëzit kanë qenë poste, njerëzit kanë qenë pas poste gradë ambasadori. Njerëzit kanë pas gradë ambasadori dhe në sistemin e ministrisë nuk ka pas, s'ka ekzistu as CV, as raport intervistimi, absolutisht as një dokument. Veç begji, ose grada. Dhe nga ato gjëra nisë shteti me funksionu normalisht. Risistemimi i gjërave nisë kështu. Ndahen tani, me mure, se cilin terenin e vetë, drejtësia në terenin e vetë. Qeveria këtu 4 vjetë nuk është përzi gjyqësorit. Tash ne jemi dakord shumica të pakten për të thënë se pse s'janë shtu katët në Dubrav, pse s'është musha i burgu i sigurisë lartë që janë 2. Veç mjella me premtime që kemi bo. Se do na me bani shfarim. Duhet proceset, shikoni, Ministrinë e Bujqësisë për shembull, Ministri Faton Peci, ka përmend shpesh i ka denoncuar 125 raste. As njëri nga ato raste nuk s'ka kaluar pikën ku prokuroria mobilizohet. Thotë ti bën punën, identifikon pa rregullsi, i korrigjon ato. Madje policia është aktivizuar. Gjithë se do ta bëj sharimin ka një marrë, ka një që ka identifikuar pa rregullsi. Po mundohet me ndrojtore. Po, fiks. Do të thonë të kundërt. Dhe ka ardhur me gjitha media. Ka ardhur ditë me gjitha media. Prof. Zoti Kraki, e përmend që s'ka letra në ministri, apo? Letra. S'ka dosjet, njerëzit... Dosje. A e dini zoti Kraki që dosjet ministri a juvi ka zhduk? Jo. A e dini zoti Kraki që NGO-ja... Që kjo që pe thu tis është e vërtet. Zoti Kraki, gjeni librin e Gërvalla me u fut me zhduk dosje. Gjeni librin e regjistrit të njerëzve që janë fut në Ministrit të Arsimit, apo e gjeni? Gjeni kamerat. O pse me u zhduk dosja? Gjeni kamerat. Dosjet i zhduk personi që ka pas historik atë. Për me bo politik nuk i zhduk personi që sa po vjen. Për me dezinformu me mashtru qytetarin tipi juv. Aj, NGO-ja që i ka prek dosjet është ambasador dikon sot. Aj tipi. Po, mos delni, mos u merrni me këso sene. Që shisheni ju dosjet? Për juve qka të më thëmë? A ka drejt dikush tjetër, pos personelit të ministrisë të jashtme, për pos personelit ministrisë të jashtme, a ka drejt dikush mi shti durët në dokumentet personelit? Jo. Jo, po ministri... A jo? E pse i ka shti atëhere e ka leju ministri Gërvalla një NGO me hi atë edhe me kontrolu dosje? Që kanë zhduk. A e dini çka është paradoksi? Kolegët ju... Veç pak, së është e vërtet kjo. Korpusin diplomatik, nuk është e vërtet. Kolegët ju janë emru, janë qemru, janë zhvendos. Nuk është e vërtet. Ato i ka emru e Donika Gërvalla, ma konkretisht. E kinë mënhen rastin jashtë letë shumë. Ma konkretisht. Duhet më bazu vendimin e fundit gjykatës supreme. E veç pak. Veç edhe jetu fol najer, jetu fol qka keni. Jo gjykata. Për ndryshe, kur kanë shku në gjykata. Ato që flisni ju ka fol gjykata. Veç pak. Unë e citoj gjykata. A banë mos me hup të ashti. Kur kanë shku dokumentat në gjykat, qka po citon gjykatën? Se pas pa vendimin e fundit. Ja, Supremja ka jap një vendim. Ja, s'ka jap Supremja vendim. Kur gjë? Po. Ja, absolutisht. Nuk me fol me emna kështu. Është publik me gjithat. Problemi është që, a e dini kur e kanë pas gjykata që ka dokumenta? Kur javë kanë dërgu njerëzit masanej. Kështu që të lutë në Zoti Kraki... Funksionimi i ministrisë më keni qenë ju ka qenë skandaloz, pa u shalhoni. Ministria e punëve të jashtme është shtatërru me ardhën e ju. Ajo ministria shpëtu nga zonja Gërvalla,
dhe është risistemuar. Ky po mashtron. 2-3 minuta Ju ardhen këtu edhe po mashtron. Hipotetikisht për do tema që unë s'jam të i kuptuar. Mirë, në qoftë se dojmë me temën. Po ky po vjen. Që janë qartën këtë. Ky po vjen. Unë po flas për diçka konkrete. Ka pas njerëz që s'ka pasën as dosje. Për ta kanë punu diplomat. Nuk është e vërtet. Okej, ushtrar. Por po ju ftoj merr në vendimin e Gjykatës Supreme, po ju nëse tash duheni pak më interesu se jo, që ta ka mirë, duhet absolutisht profesor. Konkretisht, Ministria e Punëve të Jashtme, se folem konkretisht për atë ministri, sikur plot ministri tjera, kanë funksionu me sistemin e kaosit më rëndshëm. Është e vërtet, tash ka fillu kaosi. Rahatis kolektive. 4 vitet e fundit ka fillu kaosi. Sikur posta, 4 sikur plot institucione. A e din ty që është menaxhohet Ministria e Jashtme? A e din që Ministria e Jashtme nuk menaxhohet me ligjin për Ministrinë e Jashtme, po me një udhëzim administrativ? A ka drejt? Albert Prenga e ka fitu gjyqin. Në momentin që e ka fitu gjyqin e kanë qitë prej punës. A e dini këtë sen? Ata ka fitu gjyqin edhe ka fitu gjyqin, të mas nesërmen e kanë qitë prej punës. Po, tash do më thonë këtu, këtu Kosova si Korea Veriut të bo. Jo, me fitu gjyqin të këthesh punë. 4 vitet e fundit, që ashtu është bon? Jo. Në gjësht ashtu që e kanë qitë prej punës. Jo. Gjyqin e ka fitu... Ja, jo edhe keni qenë atë, pse keni dalë për një... Profesor, falë. Ata përfundojmë se... Se keni dalë për ka ardhë një vendim arbitrari Donika Gërvalla Shfarz. E keni personale. Kraki, edhe... Absolut analiza është shumë personale. O prof, falë. Unë i kam kështu... A din për shka? Jo. Zoti Kraki edhe zoti Cona, po më dëgjoni mua se ta menaxhojnë debatin, falni. Regjia ja ndërprej fjalën, Profesor, se mund ta bëjmë një debat ditën për Ministrinë e Punëve të Jashtme. Normale me pas personale. Dakor, mashtrim në pajton që fjalën Kraki po diçka tjetër, dakor. Në rregull jemi, në rregull. Niveli debatit s'është nivel. Po sa cili nivel? Një gjë, mos him në diskutimet në nivelit debatit. Shumë niveli jot. Kraki, edhe profesor. Unë thashë ministria ku keni qenë ju s'ka pas letra normale po dosje. thonë që ministria ku e ka thënë gjykata. I ka hub kryetaria jote. Edhe ju keni qenë, ju pse s'keni qëndruar aty? I ka hub kryetaria jote. Pse s'keni qëndruar aty? Se keni qenë në rrugtim normal. Se procesi i emërimit edhe krejt sistemi funksionimi ka qenë anormal. Nuk është Kraki, pas ta bëjmë diskutimin gjëre gjatë këtë çështje. Tash është personale për ju. Po zori, lutem. O prof. Personale, se unë jam mirë. O profesor, se është çështje që mund ta bëjmë në emision tjetër në diskutim, edhe mund të flasë edhe ty dhe Kraki. Po dakor. Kraki. Jo, asgjë. Zoti Kraki, fal. Është konflikt interes. O profesor. Jo është gënjesht. O prof. Unë nuk po them që ti po gënjen, po ty të kanë gënjur. Profesor. Po jo se gjykata supreme. O profesor. Që more kur kam vendimin e gjykatës unë? Kraki, ata diskutojmë aty ku ishim në fillim. Gjithë kjo situata që diskutojmë që nga fillimi, kriza institucionale dhe ngërgji, a mendoni që do t'i shkaktoj probleme këtij vendi në situatën në cilin është? Ne kemi probleme shumë të mëdha, ekonomike, tjera të sigurisë edhe qytetarët kanë filluar t'i irritoj, ndërkombëtarët po thrasin çdo ditë më shumë që Kosovës i duhet sa më shpejt institucione